Nuk është edhe qash akë, që shpëthu direkt me shqiplak, nuk është krasim e mirë. Majron është kë, shqiplak është hajgare. Kur po thirët seanca, dhe më thonë vazhdimi seancës, se nuk është... Po, se është një seancë. Pra, po fillohet me leximin e një skenari ku po kërkohet votimi i anëtarëve të komisionit për votimin e fshetë. Dhe besoj që ky nuk është skenari i sekretarisë së kuvendit. Pra, ky skenar vjen prej dika tjetër. Pra, këtu fillon shkelja. Dhe aty deputet e tjerë, të partive tjera, po bëjnë shumë mirë që nuk po përfshien fare. Fare. Vetëm as po bëjnë asgjë për ta ndruar situatën. Sa ata po e shohin dikë, si që start, po bën shkelje dhe pibinden. Kur po thot i njëjti që po bën shkelje, u përfundoj seanca, ata po shkojnë. Seanca, po, e kanë dërgu në gjykat kushtetuese, por ma shumë se ashtë nuk mund të bëjnë, sepse ata s'kanë të drejtën e fjallës në këtë seancë. As fjallin të marrin, në më thonë për farë diskutimi. Dhe s'po dojnë shohen me nivelin e Zotit Deharin këtë rast. Jo. Se vaj, po bën diska që s'ka drejt. A i nuk për lejon, a i jo kanë orë mikrofonin kur kanë provu me full. Na, i kemi pak qeverinë e kalume e cila ka bërë shumë shkelje kushtetuse, dhe për këtë pjesë nuk e ka problem. Pra tani, në këtë mandat, pra pas gjithë, po tenton të afiloj me shkelje ku deputet tjerë nuk përfshihen. Dhe kjo të regon, pra është një indikator se ashtu si që po donë të konstituoj kuvendin me shkelje, do të vazhdoj edhe qeverisë me shkelje. Pra dhe arsyeja pse është emri i Albulinës, pikrisht në emrin të cilin insistojnë, është pikrisht për shkak të shkeljeve eventuale që do t'ju nevojitin në të ardhmen. Si do qoftë, opozita e cila ka qenë në mandatin e kaluar, apo parti tjera, po bëjnë shumë mirë që nuk po përfshien, ndërkohë që përtej kësaj nuk kanë çfarë të bëjnë, nuk i takon përgjegjësia të tjerëve më shumë se sa atij që është i pari. Apo kupton? Çka duhet me bë të tjerët? Çka duhet me bë të tjerë përveç se këta të tjerët janë më shumë se 40 të tjerë. Nuk ka lidhje tash, nëse është rendi i gjërave kështu, do të pritur që të ndryshoj qëndrim apo vendim apo veprim ai që është i pari. Ndonë se ata nuk e përdor këtë kohë vetëm për ndërtuar një opinion të votuesit se opozita është bllokuesja, vetëm për kaq. Pra krejt loja është se kush kujt ja le fajin. Po, vetëm të fajsimi. Po, atë është politikë që kjo është krejt loja. Kaç të panë se hy politik ti për bërë veprimet se do t'ja përmirësojnë jetën e qytetarit. Politika nuk është me alon kile dikujt. Politika në Kosovë që shtë është. Në shumicën e viteve që kemi pa. Ka qenë fajsu se kuna me alon Po, të kanë me idenë e ndryshimit, a? Dhe këtu e në barabar krejta. Zëtë se diu, mund të vazhdojt kështu pra që ne të shojmë gjdo 4 tetor, shkohet, ish opozita s'mund të bëj diska me tepër, Kurti vazhdojnë kështu duke thënë unë i kam votat për qeverisi sta javën e kaluar, por jo dhe për kryetaren e kuvendit tash për tash. Mendoj që duhet me pranu se cili që jemi në një situatë e cila do vazhdoj kështu deri në prill të vitit tjetër. Nuk kem... Deri në prill, nuk e prej ashtoni. Po, do më thonë... Shtu, me 48 osha. Po. Ti e më optimist se pesimistat. Po, do më thonë, deri në prill të vitit tjetër vazhdojmë kështu. I kalojmë zgjedhjet lokale me një situatë e cila është paka shumë në këtë organizimin ose në këtë konstruktin politik Kosovës që është ankesë arsye akuzë dhe pa përjashtim krejt janë këtu. Krejt janë këtu pa përjashtim? Krejt janë këtu. Edhe ish opozita? Po nuk ka rrugë tjetër. Nuk ka rrugë tjetër. Si ka mbet rrugë tjetër, për shkak se angazhimin politik me gjase kanë në kuadër të kornizimit ligjor dhe metoda e tyre e preferuar është kjo ideja e ligjit dhe kështu kanë qenë gjithmonë. Në vetëvendosje na kemi dalë me metoda tjera, kemi angazhu politikisht dhe kemi gabu. Absolutisht kemi gabu. Duhet me pranu edhe publikisht. Justë të pranoni, se ka qenë gabim ato... Kemi gabu, absolutisht kemi gabu. Dhe me thonë prej një themi entuziazmi që mundemi me ndërtu një gjenerat politike e cila është zhvillimin e shë me kapërcime pak ma ndryshe, pak ma progresive, kemi përfundu në këthetrat e një manipulusi klasik, i cili realisht ka instrumentalizu se cilin, i cili është angazhu politikisht në kuadër të vetëvendosjes. Mund vjen keq shumë
Albin Kurti e ka instrumentalizu së cilin që është angazhuar në kuadrë televizis VDD. Albulena Agjiu qka është?